me 28 dhjetor. Opozita thotë që do të keni rënje jo si Lëvizje Vendosje në këto zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pyetja është kështu. A kaloni rezultatin e 9 shkurtit apo mund të bijeni më poshtë? Unë jam shumë optimist për rezultatin, nuk dua të jap përqindje, po mendoj që do të jemi me ato përqindje e cila do të siguroj që të krijohet një qeveri, që mos kemi një bllokim institucional që si ka ndodhur mas 9 shkurtit, dhe që Kosova të vazhdojë me reformat të cilët i ka filluar në qeverisjen Kurti 2, dhe këto reforma janë të mësën të nevojshme për Kosovën. Këto reforma japin rrugë të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, po i hapin edhe perspektivë rinisë së Kosovës që të qëndrojnë në Kosovë, andaj mendoj që do të kemi përtej 50%. Përtej 50%? Kërkoj falje, ndoshta s'u dash në llon përqindje, po. Kështu i bie që ju si Vendosje do ta formonit qeverinë të vetëm, pa ndonjë partner tjetër të koalicionit, si ka qenë gjatë 2021-s. Po, mendoj që po. Se realisht ne kemi ofruar mundësi për bashkëqeverisje dhe koalicion, por kjo nuk ka ndodhur. Andaj mendoj që qytetarët kanë parë këtë dhe do të vendosin ashtu me 28 dhjetor. Çka, nëse hipotetikisht mund të ketë një rezultat pak a shumë të ngjashëm që ishte pikërisht me 9 shkurt dhe mund të ketë situata të ngjashme, zoti Askuga duke pasur parasysh edhe faktin që në vitin e ardhshëm, në pranverën e vitit të ardhshëm, skaton edhe mandati i presidentes Osmani, mund të ketë zgjedhje të reja sërish apo mund të ketë formim të institucionit? Unë mendoj që nuk kemi luks të bisedojmë lidhur me këto hipotezat që mund të ndodhë nëse. Unë mendoj që ne i kemi edhe 2 ditë, edhe si Lëvizje Vendosje, edhe si kandidatët për deputet, që të punojmë që mos ketë një bllokim institucional, si ka pasur mas 9 shkurtit, dhe mendoj që ajo që kemi bërë, programi dhe zotimet për periudhën e ardhshme, janë mëset, si më thonë, bindse për qytetarët e Kosovës që të vazhdojnë mbështetjen e Lëvizjes Vendosje dhe të kandidatit tonë për kryeministë, zotit Albin Kurti, për një qeverisje të re, që të vazhdojmë reformat për siguri dhe begati. Por, opozita deri djeshme thotë do të Askuga që do të ketë kur më qeveri Kurti 3 dhe se Albin Kurti do të jetë kryeministër më. Shikoni, opozita që nga formimi i qeverisë Kurti 2, çdo muaj apo çdo 2 javë kanë dalur me atë që nuk do të kemi, qeveria Kurti do të shkojnë, do të rrëzohet, nuk do të vazhdojë qeverisja. Qeverisja Kurti ka qenë qeveria e parë, e cila e përfundoi mandatin e plot, po plus ka pas edhe një periudhë të qeverisjes në dorë, domethënë gjatë kësaj periudhe të bllokadës. Është një nga qeverisjat më të gjata në Kosovë, por mendoj që kjo do të vazhdojë. Puna e opozitës normal është që të bëjë opozitarizëm dhe të mundohet që t'i bind për krahasit e tyre që të votojnë ata, po ata duhet të bindin ata me punë edhe me programe, jo me këto gjëra që realisht edhe opozita që e kanë bërë në 4 vitet e fundit. Po do janë ndër të tjera thot me program që do t'i rrit pagat 50%.